Material pas materiali arritëm dhe në fund të kësaj epizode të radhës të Zoom, duke uruar e shpresuar që përveç informimit se gogja shumë gjëra ju kemi servu për zotin sonte, tash është koha me mbyll këtë skalet edhe me çka ka trejnë showbiz, me ju përshëndet për me lënë takim për sërit pramtën tjetër. E ju deri atëherë vazhdoni me qëndrume në Zoom edhe me rrjetet tona sociale. Nga unë Albina Zeneli, tong tong. Kjo javë ka qenë frytshme sa i përket projekteve të reja. E nisi me Don Johnny, i cili publikoi Zona 24, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ai. Producenti shërzon që bëri dhe bitin, kurse për anën vizuele u përkujdes sekuencë. Se ti falje po kërkon, ti se din sa t'kam dasht, po për ty është shumë vos. Verbu erdhi nga Merita Latifi, për shkrimin e tekstit u përkujdes Bujar Murati, e që realizoi dhe muzikën. Arti Records e bëri orkestrimin, kurse videoklipu punua nga Time Pictures. Ma κρύα σου δέσω, γι' αυτό μείνε εδώ. Μια φορά μονάχα μόνο ζούμε. Nero bëri bashk Noizin dhe Konstantinos Argiros. Dhe s'të themo të dashuroj. Tekstin e kanë shkruar vetë ata dhe Erno, kurse për këtë projekt u përkujdes producenti reperit nga Shqipëria, Engli Verzal, që po ashtu ka bërë dhe miksimin me Son of Selo. Klipi u vizualizua nga George Mpeni Oudakis. Po ξέρω εγώ, o edin ti, o edin sa thjesht dukon shumë se kjo muzikë. Riki gjatë kësaj jave publikoi një këngë të re që mban titullin Aidin. Tekstin e ka shkruar vetë këngëtari, i cili bëri dhe muzikën, e madje është dhe producenti prurjes së re. Bini Diaz u përkujdes për miksimin dhe masterizimin e Aidin. Si me pull dashnin. Videoklipu realizua nga Ricky House Record. O edin ti, o Njërisi erdhi nga dyshja e suksesshme Babo Tarabuka dhe DJ Benny T. Ata kanë bashkuar forcat me Jasmina, ku publikuan Ani Ani me tekst nga Muma. Producent është Giza nga Vian Entertainment. E vazhdojmë këtë rubrik edhe me një duet tjetër. Bëhet fjalë për Orgido Daba dhe Ergys Shahu. Unë e ti, mos jena. Dyshja kanë publikuar një këngë të re që mban titullin A ka kuptim. Teksti dhe muzika janë punuar nga vetë ata. Producent është Alsket Rënja, kurse për videoklipin u përkujdes Mauro Films. Një tjetër bashkëpunim që na ka befasuar për të mirë është padyshim ai Genës dhe Rovena Dilo. Kjo e fundit e ka shkruar tekstin e ADN, teksta për muzikën u përkujdes Gena. Masterizimi u realizua nga Gent Miftaraj. Më duket s'na kam thënë, por po ta them tani. Po fisja pa kur të shia proshtona, s'je e imja por e ti. Të kalojmë tani tek paralajmërimet për projekte të reja. E filloi me Luiz Eli, derisa po bashkon forcat me Ilirin dhe Flamurin. Ai e ka gati edhe një tjetër këngë që do të jetë solo. Këtë ka bërë të ditur vetë ai përmes një postimi në rrjetin social Instagram.